Miratohet rezoluta e Parlamentit Evropian për Serbinë. Parlamenti Evropian në Strasburg miratoi një rezolut për Serbinë që sipas 31 pikave të raportit është më e ashpra ndaj regjimit në Serbi. Autoritetet serbe u kërkohet të sqarojnë plotësisht rrethanat e rrëzimit të stres autobusëve në Novi Sad, të vendosin sanksione ndaj përgjegjësve dhe të japin mbështetje të plot për studentët. Kampi në parkun Pionerski u etiketua si i palishëm, ndërsa u shpreh shqetësimi për përfshirjen e personave me të kaluar kriminale në organizimin e antiprotestave nga partia në pushtet. Për rezolutën votuan 457 eurodeputet, 103 ishin kundër, raporton Nova.rs. Deputetët e Parlamentit Evropian votuan për tekstin e harmonizuar që trajton polarizimin dhe shtimin e represionit në Serbi një vit pas rrëzimit të stres në stacionin hekullor në Novi Sad. Parlamenti Evropian i bën thirrje autoriteteve serbe që të zbatojnë urgjentisht dhe në mënyrë të plotë të gjitha rekomandimet e OSBE-s dhe ODIHR-it për të siguruar zgjedhje të lira dhe të ndershme në Serbi. Gjatë debatit, Eurokomisaria për zgjerim Marta Kost theksoi se është e pavërtetë që me vendimin e Këshillit të BE-s do të pengohet transferimi i gazit për Serbinë. Sipas saj, BE-ja mbështet Serbinë që të diversifikojë të gjitha burimet e furnizimit dhe të integrohet në rrjetet energjetike të BE-s. Për tragjedinë e rrëzimit të stres në Novi Sad, Kosta sa i moment tronditi të gjithë dhe veçanërisht Serbinë. Ajo shtoi se korrupsioni dhe mungesa e përgjegjësisë janë dy nga shkaktarët kryesorë të protestave, së bashku me mungesën e demokracisë, kufizimin e mediave dhe papërgjegjshmërinë e politikanëve. Deputetja Irena Joveva në fjalimin e saj tha se studentët serb po përballen për demokraci dhe autokratëve në Beograd po i afrohet koha e ndërgjegjësimit për fajet e tyre. Ajo kërkoi sanksione të synuara për përgjegjësit dhe theksoi se protestat nuk mund të zvarriten jo nesër, por tani.